Bluzat e bardha në Gjirokastër po i vinë në ndihmë turistëve që hasin probleme shëndetësore, ndërsa vizitojnë qytetin e Gurt. Tashmë në zonën historike funksionon qendra shëndetësore turistike që ofron në 24 orë asistencë mjekësore. Personeli i këtushëm, mjek dhe infermier, ka dhënë ndihmën e parë ndërsa turistët kanë patur shqetësime shëndetësore si shkak të motit të nxehtë, trauma fizike e të tjerë. Pas dhënies së ndihmës së parë, turistët janë transportuar për në spitalin e Gjirokastrës për asistencë më të specializuar mjekësore. Gjëja primare, matin parametra, tension, temperatur, frekuencë, flasim me mjekën, e cila na referon se çfarë duhet të vazhdojmë, çfarë duhet të bëjmë më tej. Normal mjekja është një referente e jona këtu. Aksidentet, traumat e rënda, ne i referojmë gjithmonë për të ikur në urgjencë në spitalin e Gjirokastrës, Omer Nishani. 127 është gjithmonë numri referent, ne marrim telefon, janë gjithmonë të disponueshëm. Kemi bërë 2-3 herë telefonata me ta dhe janë gjendur me një herë. Ka ardhur ambulanca dhe i ka transportuar pacientët në spitalin e urgjencës. Stafet e bluzave të bardha në Gjirokastër disponojnë kapacitetet e duhura për t'i ardhur në ndihmë banorëve dhe turistëve si shkak e shqetësimeve nga temperaturat e larta të verës.